Inter Bayern rikthehet sërish. Kësa radhe është desha e kthimit. Kush do të triumfoj? 1-2 desha parë. Lautaro Martinez e fratesi për Interin. Bayern ka riapur takimin me Thomas Müller. Një super sfidë. Skuadra përballë. Sërish pas 2 vitesh tashmë Bayerni i duhet të shënojë 2 gola, ndërkohë që Interi edhe me një barazim do të kualifikohet, por besoj për tifozët do të jetë më e rëndësishme fitoria. Kërkon fitoren e 6 kundër 7 fitove të Bayernit, ndërkohë vetëm një sfidë është mbyllur në barazim. Ajo e vitit 2007. Inter luan në port me Jan Sommer në mbrojtje, Bastoni, Acerbi, Pavard me fushat Darmian, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella dhe Carlos Augusto, dyqe sulmit Thuram dhe Lautaro Martinez. Bayerni ndërkohë në port me Urbik, në mbrojtje Stanisic, Dyer, Kim dhe Guerrero me fusha Joao Palhinha, Pavlovic, Kimmich dhe rikthyer Musiala, i cili nuk luajti deshën e parë. Ndërkohë për sa i përket dyshës sulmit është Harry Kane dhe Leroy Sané. Desha kjo përballi pritet luhet me uniformat zyrtar, Inter me bluzën blu, ndërkohë që Bayern me bluzën e kuqe, si kaltrit apo bavaresët. Një duel që do të na shoqëroj për gjatë këtyre 90 minutave. Zgjem këtë top, duhet super. Gati të satoj Inter Bayern. Do të jetë Thuram, ai që do të shkërmoj topi dhe ka nisur Inter Bayern. Miri kombinon me Barellën. Barella topi humbur. Çalhanoğlu. Lautaro Martinez. Topi te Thuram, Marcus Thuram dhe Urbik. Çfarë mundësie që minutën e 3 Inter pran golit. E gref zësh kemi më shumë emocione. Godit e këndi për Inter, Marcus Thuram pran golit. Provon topi Carlos Augusto. Shtyll! Inter, sa me fat. Ishte e kundër ta Bayerni sa me fat, Inter sa pa fat, mund ta çon ndeshjen në 1-3. Guerrero, do bështu nga skuadra, Thuram. Pasimi kërkoi Lautaro Martinez. Largoi Joao Palhinha. Sané te Kane. Musiala ka marrë vitin në Olis. Michael Olis, Kane, Musiala, Egon Bastoni, Barella, Protectura. Inter arriti që të bëte të tyrë kundër Kalerit dhe ruajtur vitin e parë, ndërkohë që Bayerni arriti që të mundet dhe një nga sfidatët më të fortë, Dortmundi, e cila është ndoshta skuadra tjetër gjermane që eliminohet nga Champions Liga bashkë me Bayer Leverkusen dhe Leipzig. Ka mbetur vetëm Bayerni tani. Se përse për këtë Italis, vetëm Interi ka vazhduar rutinë e saj dhe është duke bërë mjaft mirë. Pritet sfidë Barcelona në gjysmë finalen për momentin. Pavlovic dhe Bastoni ishte ndryrë decisive. Carlos Augusto. Dhe Thuram. Thuram fton Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, pasimi i fortë, i gabuar, Guerrero aty, Rafael Guerrero tek Sané, Musiala në Çalhanoğlu, Barella, topi i marr. Kujtëm që sfida fundi në këtë stadium është shumë zëmëndë për Bayernin, kujtëm shënote Sané dhe një autogol në atë kujt D'Ambrosio të Thuram, kërkohet Lautaro Martinez! Urbik! I thot jo golit! Jonas Urbik! Portieri 21 vjeçar, Urbik, interesante zgjedhja në këto kohë kompanit. Nuk është preferuar portieri tjetër Sven Ulreich, po është preferuar një portier shumë i ri si Urbik. Ka shtuar paraqitje të mira, do të themi të drejtën. Shumë çfarë topash Bayern. Leroy Sané, Kane, Leroy Pavard. Çuditshë Bayerni nuk ka kryer ende kërcënimin e parë, ndërkohë që Carlos Augusto merr vesh Barellën. Joao Palhinha te Kane. Harry Kane e çon diata te Pavlovic, dyrën saktë. Carlos Augusto dhe gabona në krahun e diat Pavlovic. Pavlovic për krosimin të devijoi Musiala. Sané! Leroy Sané! 1-0 dhe 2-2. Shëno Bayern. Leroy Sané. Gabime të pafaqshme nga si kaltërit dhe Bayern nuk ishte si të mos i shfrytëzonte. 0-1, shënon Sané. Shënon sërish
pas triumfit të fundit të Bayern në këtë stadium. Tani Bayern to përbysja. Sane. Interi do të ketë shumë kujdes. Pavlović për krosimet e Kane, Sane! Ka ndalu Sommer! Çfarë humbes Sane? Thuram. Kujta mund të përpara. Marcus Thuram, to perfekt. Shuni sa tek Çalhanoğlu. Ka Çalhanoğlu dhe Kim. Është i vetëm. Pasimi, Çalhanoğlu, largon sa Guerrero. Sane, mundet dhe fundi pjesës parë. Acerbi. Topi marrë nga Joao Palhinha. Joao Palhinha tek Sane. Sane ka çuar te Musiala kundër sulmi i Bayernit. Musiala, goditja Bastoni. Është aty perfekt Alessandro Bastoni, njeriu i ndeshjes sipas UEFA-s. Ndeshjen e parë, Lautaro Martinez. Thuram. 5 minuta shtesë të ndënjën e pjesës parë. Këtu te Carlos Acuso. Carlos Acuso këtë ndryrje për momentin nga Kim. Barella, kraun e majt, Barella. Dhe këtë ndryrje nga Stanisic. Kroati e kthe mbrapa tek Urbik. Urbik shën më përpara, sakt. Topi tek Sane, në krahun e Diaz, Sane, vjen top shumë të mbrapa. Gjithsesi është një skem. Çfarë skeme kjo? Musiala, Sommer! Çfarë humbet Bayern? Kërcënimi më kryesor i Bayernit. Xhaman Musiala ka emrin. Nuk arritë të shënonte, pasi janë Sommer. Çfarë zgjimi Bayernit në 15 minutat e fundit, 0-1 sfidë ndeshja në shtesë. Por ka li pjesë të dytë për të parë për të shuar vetëm në Tring Sport High Definition. Rikthehemi pas pak. Gati të startoj pjesa e dytë miq të Tring, rikthehemi si shtaj me Inter Bayern. Një zotësim për Zikatri të shtakuar Carlos Acuso dhe nësh Di Marco, jo në 100% e tij, por është për gati për këtë takim. Urbik dhe Thuram! Çfarë shansi do të kishte Interi? Urbik, korrigjoi gabimin e tij. Joao Palhinha. Topi tek Musiala. Musiala ka pasuar tek Kane, Harry Kane e çon tek Sane, Leroy Sane, shpak të kokut kundërshtar Sane. Pavard, çfarë dyri ka ishi skuadrës dhe topi kthen mbrapa. Rrezikshëm nga Mkhitaryan dhe përfundon në goditje këndi. Kemi shpran topet. Kemi provon krosimi lart të zonë dhe rëmuj në zonë, largohet dhe fut Kane, deviohet në duart e ka Sommer. Sa me fat, Interi Zaki pa kënaqur se çfarë po bën ekipi i tij, është duke riskuar shumë. Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Thuram topi marr. Musiala tek Sane, Sane tek Kane, më pas Joao Palhinha, portugezi ishte tari fulimit, brapa tek Minja e Kim. Pasimi Guerrero ka bom. Mkhitaryan Pavard. Topi shtumbër. Shkoni çfarë gabime është Zikatri. Kane. Joao Palhinha durna çepi Kimi, Kane. Goditja Pavard. Dagon. Di Marco. Thuram. Lautaro Martinez. Mkhitaryan. Çalhanoğlu. Thuram. Mkhitaryan, çfarë kombinime, zhe nuk sjell asnjë gjë. Kane, avancua par Kane, Harry Kane, vonohet. Kane alçe pasi Musiala, goditja Bastoni, çfarë ndryrje. Pasimi duhet te Pavlović, që kanë ndjat Pavlović, pasimi Bastoni është aty. Barella, topi i fort, por i saktë Thuram. Thuram. Pasimi brapa, i saktë Di Marco, nuk shkon te Lautaro Martinez, largon Dyer. Desha drejtësës, Barella gabon, Stanisic. Urbik, topi devijuar, Bastoni, goditja! E rrezikshme. Bastoni. Mërë në fund nga si pari Interit, por shumë e fat këtu Bayern. Kim. Urbik, e çon tek Stanisic. Të mbrapa, Urbik, sakt. Guerrero. Kane. Topi dalur. Sa gana Dyer. Stanisic. Top perfect në kërën e majnë. Musiala, çfarë kombinime Mkhitaryan. Po lua me zjarrin.
Inter, Kimmich, do me vjot, Kondicionon, Harry Kane, 0-2 Bayern. Zero 2 Bayern, me një durniter, Mkhitaryan, një deshje të mërshme për ta. Për Fratesi, la gotë Turan për Arnautovic. E gotë Barella për Taremi, Lautaro Martinez, topi ka buar. Guerreiro. Tani Inter duhet barazoj, e pa besueshme, është duke rësuar në Itali, skuadri Inzagit. Darmian, Lautaro Martinez, pasimi Arnautovic dhe Urbik. Dhe topi pas e vion në ditë e këndi. Të shojmë. Krosim në zonë i lartë, largohet me kokë. Kane. Musiala. Topi shfar Taremi. Me di Taremi, Lautaro Martinez. Urbik. Rezulton i mur për Lautaro Martinezin. Ditë e këndi. Të shojmë. Topi ulit Darmian dhe shtë autogol! Urbik shot autogol! 2-2 Inter! Vje barzimi! Qfar bët, miq? Qfar bët? Goli konfirmohet i Fratesit. Pa diskutim, njeri i ndeshjeve në minutat e fundit. E ka emrin Davide Fratesi, por nuk ka mbaruar loja. Kim! Shkërmon Urbik. Pavlovic, to perfect, Kane, topi lart, Kane, Sané, goditja, deviohet nga Cherbi, goditje këndi, ja ky është mundësia e fundit, Bayern mund të shënoj golin e fitores në këtë goditje këndi, por vart, Kimmich, është një skep, Guerreiro, Rafael Guerreiro për krosimin e lartë, Di Marco largon dhe në shtes Inter Bayern, 1-2 në Allianz, 1-2 në Giuseppe Meazza, nuk ka fitues Inter Bayern. Ripërsëritet formula si në ndeshjet e tjera. Do të startojmë takimin Inter Bayern nga e para, dhe pas derisa të kalojmë minuta 30. Aty pos pati fitues, atë do të shkojmë te penalti. Ne kemi si live. Guys, aty pjesa 2 Inter Bayern. 5 minutë që i parë. Shënë që fa të ndodhë. Lautaro Martinez. Të duvartë shumë. Fati 2 skuadrave në këtë shtes. Kane. Musiala. Sané dhe Musiala. Rysak Fratesi. Ryu ndeshjes për momentin është ai. Çalhanoğlu. Pavard. Lautaro Martinez. Arnautovic dhe dalet. Nga Dyer, të bëjtë mbrava Urbik, shken më përpara Gjermani. Kimmich. Të mbrava qfar, topa është perfekt. Musiala. Mutësi për Bayern Musiala. Sommer Kishtyll. Wow! E qonë është tyll. Harry Kane i pa fat. Lautaro Martinez. Arnautovic, 3 minuta nga mbyllja e 5 minutë që të parë, topi për para. Acerbi, dhe topi shtumur. Çfarë gabimi nga Acerbi, Harry Kane është i vetëm. Kane Sommer, Harry Kane. Gol! 3-4. Harry Kane. Mbyllet 5 minutë që i parë. Inter 1 Bayern 3. Rezultat përgjithshëm
3-4, Inter bën një gaf trashanike në mbrojtje dhe Bayern shënon. Tani çfarë do ndodhë në 15 minutë e dytë? Gati të statoj. Faul. Kartoni ver për Guerreiron. Tani Inter duhet t'ja maksimumi sa ka nisur do kohë. Shtesa vetitare. Darmian, Çalhanoğlu, pasimi, Arnautovic, traversa! Marko Arnautovic, i pa fat. Taremi, çfarë bën iranian, edhe ai jo në 100% e dur, pa diskutim dihet shumë ngesa Dumfries. Sane, çfarë gabim nga Cherbi, një nga lojtarët më të mirë në mbrojtje bën një gabim të tillë. Sane, Harry Kane, topet e Stanisic, Cherbi, Pavlovic, ekran e dia, Vjegrosi, 5 minuta lojë, Çalhanoğlu, duhet të citoj Inter, Lautaro Martinez, ka gabuar, gaboi Lautaro. Kimmich, topet e Sané, Cherbi, Darmian, Lautaro Martinez. Kërkohet Arnautovic, kjo është futësia, Arnautovic, dhe Tomi marrë nga mbrapa. Stanisic, 2 minuta shtesë, Acerbi, Lautaro Martinez, Arnautovic, topet e Di Marco, pasimi, Fratesi, godita devijohet, dhe shkon në duart e Urbrit dhe këtu Bayern, eliminon Interin me rezultatin 3-4. Çfarë sfide miq. Shtes e zjarrt, Harry Kane, eroj, tani bët tu eroj, jo më kot. Në statistika thoshe që Bayern triumfote më shumë herë në Milano se sa Inter që triumfote shumicën e ndeshjeve këtu në Milano. Përfundon këtu Inter, i thot afto mirë Champions League-s dhe tani Bayern pret Barcelonën. Keqardhjet të madhe për sikartit, po kushtuar Champions League nga 32 skuadrat, më saktë janë 36 ekipe që marrin pjesë, vetëm njëra do ta fitojë. Kush do të jetë, do ta zbulojmë. Miq i ardhur në përfundim të kësaj supersfide Inter Bayern, bashkë me tu, ju dëgjofshim.